Pra, si që thatë edhe ju në paralajmërim, sot mbohet sa e 18, apo mund të them seriali i ri i përsëritjeve të ngjajshme që vërtet janë bërë bajate dhe janë bërë të padurueshme këtu për popullatën edhe për të gjithë ne që me presim të konstituohet kuvendi, formohet qeveria dhe tecë Kosova e stagnuar për shumë kohë, sepse vetëm me këtë stagnim që po i ndodh Kosovës rrezikojmë të humbim fondet konsideruara nga Bashkimi Evropian, pa i llogaritur edhe fondet tjera të cilat veç tani më i kemi humbur. Fondet e IPA-s, siç e dim, janë të parapora dikon rreth 2 miliard, pak më shumë se 2 miliard euro, fondet e përgjithshme, por vetëm Kosovës nga ai fond pritet apo mendohet të takojnë rreth 900 milion euro. Dhe e dim që këto fonde pa konstituim kuvendit, pa miratim nga kuvendi, sigurisht se nuk do të kenë mundësi të përfitohen. Andaj, mendoj që një papërgjithësi e tillë e të gjithë legjislaturës apo kuvendarëve që janë zgjedhur, posaçërisht e lëvizjes vetëvendosje, e cila ka 48 deputet, vërtet nuk i lejohet të ndodhë Kosovës të varfër e cila po përpilitet apo po ka vështirësi të mëdha në të gjitha sferat, në arsim, në ligje, në ekonomi, në infrastrukturë, pra gjithçka që çon drejt zhvillimit Kosova ka ngecje. Nëse tani i përmendim edhe ato fonde të cilat veç e kemi humbur nga vendimet e Trumpit, USAID-in për shembull, që Kosova afërsisht për çdo vit ka fituar nga 500 milion euro, edhe MCC-ja gjithashtu një buxhet i garantuar prej 202 milion euro që kanë qenë parapora për energji. Edhe 900 milion shit, domethënë mbi 1 miliard e 500 milion llogaritet Kosova e varfër të humb vetëm nga këto zvarritje të cilat në mënyrë të pa arsyeshme dhe të pa kuptuar nga populli po ndodhin me kuvendin e Kosovës. Ju po thoni që Kurti nuk po ngjen, nuk po reflekton atë përgjegjësinë që populli i ka dhënë për shumicën për ta zgjidhur këtë problem, por vazhdon të ngulmoj, nuk dim çfarë përveç kohës, çfarë po tenton që të përfitoj tjetër, se që po tenton të përfitoj kohë tani e kuptoj i madh e i vogël, mas 3 seancave të para. Po tani çfarë po tenton? Ne kemi paralajmëruar edhe shumë më herët se Kurti ka dalë i pakënaqur me rezultatin e zgjedhjeve, edhe sigurisht nuk ka i kënaqur me formim qeverisë, qoftë me dy partitë, partinë e dytë dhe partinë e tretë ai nuk do të formoj. Me parti tjera të vogla, me aleancën sigurisht nuk do ta formoj fare, edhe me nismën i ka dështuar. Dhe tani ai tenton të bëj zvarritje, siç kemi thënë, për të shkuar jo në zgjedhjet jashtëzakonshme. Ai don zgjedhjet e përgjithshme bashkë me zgjedhjet lokale, sepse nga aty dëshiron të përfitojë edhe pushtetin lokal në disa komuna. Apo ta kthejë në referendum. Po në një farë mënyrë don referendum, edhe don që ta merr edhe pushtetin lokal, edhe pushtetin qendror, gjë që pas krejt këtyre lëvizjeve, pas krejt këtyre dështimeve, unë shpresoj edhe mendoj, edhe llogaris që Albini do të ketë një rënje, edhe sot po të mbahen zgjedhjet, nesër Albini spaku do të ketë një rënje prej 7 deri në 10%, sepse popullata tani më veç e ka po se Albini është i pa denj, është i pa zoti, të udhëheq qeverinë drejt integrimeve euroatlantike, por edhe drejt zhvillimit ekonomik, arsimor, shëndetësor, apo ma mirë më thënë,
krejt këtu ngecje të cilat na kanë ndodhur për këto 4 vite janë pasojë e qeverisjes autoritare të Albin Kurtit edhe pa aftësisë së tij personale, por edhe të qeverisë tij dop, që s'ka pas mundësi të jetë më dop se kjo që e lam për këto 4 vite pas.